Përshëndetje miq të dashamirë dhe ndjekës të emisionit tonë në Kënd me një Kosovën. Edhe sot, në episodin e radhës, do të kemi një intervistë shumë të begatshme, një intervistë që kemi të ftuar një profil dhe profesion të veçantë, e cila në kuadër të projekteve tona shumë të rëndësishme ka peshën e veçantë. Andaj, me ne sot do të jetë psikologe Rukie Vllasa Basha, e cila njihet me emrin Riki. Riki, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, Besnik. Faleminderit për ftesën shumë. Të nderuar musafir, psikologën që sot e kemi në emisionin tonë është pjesë e një hulumtimi dhe një bashkëpunimi tonë profesional, ku tema e trajtimit të këtij projekti është mirëqenia sociale e veteranëve të luftës, dinjiteti tyne, nevojat e tyne dhe çka mundemi të bëjmë më tepër për ta, për periudhën e luftës 98-99. Në hulumtim jam bërë shumë gjetje ku fal punës së psikologës dhe ekipës tonë të cilët kemi qenë pjesë e punës, kemi pasur gjetje të ndryshme ku shifet që ka shumë nevojë për të informuar më tepër, për të ditë më tepër, për të pas mundësinë e shprehjes më tepër, për arsye se nevojat e shumta janë për të trajtuar. Ne sot së bashku me Rikin do të bisedojmë rreth hulumtimit të bërë, rreth zgjedhjeve dhe mundësisë profesionale që mund të na tregojë vetëm psikologja që është më së miri. E nderuar, para se me u fut në temën dhe trajtimin e pikave të hulumtimit, kisha pas dëshirë pak a shumë në përgjithësi të na folësh për rëndësinë e profilit tuaj, e profesionit, si dhe ndikimi i tij. Kështu Nik, shëndeti mendor është po i barabartë me shëndetin fizik njeriut. A trajtohet njësoj, sidomos në kulturën tonë, deri kohës fundit ose viteve fundit nuk është trajtuar njësoj. Si që thot populli, nëse nuk dhem dora, miro puna. Kësa i thonë që brenda nuk është pa gjendja edhe ndjesia e individit, prandaj edhe trajtimi i saj është marrë si luks, ose është pa si diçka që mund të kalohet vetë pa ndërhyrjen e askujt ose pa kërkesën e shërbimit nevojshëm. Në anën tjetër, kur fiziku shihet apo lëndimi i jashtëm shihet nga të tjerët, atëherë intervenimi kryesisht bëhet ose prej profesionist ose prej kërkesës vetë individit. Viteve të fundit, duke pa trendin botnor fatmirësisht, edhe në kulturën tonë ka filluar të trajtohet edhe mbrëmshmja ajo e cila njeriu e ka bëu me u ndi keq në momente të caktuara ose në kalim të situatave të caktuara. Kështu që fati i mirë, pra po them, është që ka lëvizje pozitive në këtë pikë dhe njerëzit po e trajtojnë shëndetin edhe gjendjen e tyre të brendshme, qoftë emocionale, qoftë psikike, mendore, sido që dojmë e quajtë, apo shpirtnore, siç e quajnë plot njerëz në kulturën tonë. Kështu që jemi hapave të mirë. A është mjaftueshëm? Absolutisht jo, por lëvizja pozitive tregon hapa të mirë dhe tregon që jemi në rrugën e duhur të trajtimit të shëndetit mendor në mënyrën e mirë. E cekë do më thonë që falë në periudhën kohore të viteve të fundit ka pas ndikim do më thonë ideja ose logjika ose e trajtimit. Nga kandi jam, nuk kam informata të mjaftueshme se kjo angazhim ose kjo vedije a është ma tepër të brezat e ri që vrehet që ka fillim dhe me ndiku ose mu trajtu, që e kanë kuptuar rëndësinë e kësaj pune, apo të brezat e shtyrë ose të mosëm të cilët e kanë nevojën, kanë kuptuar më në fund që është nevojë për të shprehë, për të diskutuar, për të trajtuar. Si më është me thonë pak a shumë në këtë drejtim, ku e kemi gjendje? Pyetje shumë e vendnik. Realisht nëse ka fillu, do me thonë, trajtimi i shëndetit mendor, ka fillu tek gjeneratat më të reja. Dhe ka fillu te gjenerata e mesme ndoshta,
të gjeneratat mbi moshën mesatare që mund të mbi 55 deri në 60, ende ekziston ai kufiri ose tendenca me i ik shprehjes mbrëmshme apo ndjesisë se çka ne ndjejmë brenda. Por, sidoqoftë, gjenerata e re po e ndikon shpeshherë gjeneratën më të vjetër, kështu që ndonjëherë me apo pa dashjen e tyre kërkojnë ndihmën edhe ata më të moshuarit. Por sigurisht, gjenerata e re është ajo e cila e ka kuptuar mendësinë që kërkimi i ndihmës për trajtim gjendjes mbrëmshme është më së i nevojshëm sikur ai kur fiziku nuk është në gjendje të duhur apo trupi nuk është në gjendje të mirë. Po. Kështu që ke shumë të drejtë, gjenerata e re është ajo që e ka bërë lëvizjen. Edhe gjenerata e vjetër ose gjenerata më e moshuar, falë të resë shpesh herë kërkon ndihmën, por nëse e pyesim vetëm gjeneratën e moshuar, sigurisht tendenca është ende në rezistencë, që ajo është kur gjë kalon, është diçka që thjesht me kalimin e kohës shuhen edhe ndjesitë e brendshme, qofshin ato të këqija apo jo të mira. Është shumë e saktë. Më intereson me ditë për shembull përderisa neve na dhem dikun fizikisht edhe orientohemi se kemi dhimbje dhe shprehim, shkojmë të institucionet konkrete dhe thonë po m'dhem dora, po m'dhem barku, po m'dhem kokë, janë gjëra të mirë. A ka raste kur një njeri, cilës do mosh, cilës do profesion, qytetar të gjithë ne, për shembull, që kanë nevojën e trajtimeve, por nuk e dinë. Në vendijen e tyre nuk e kanë vetdijen se a duhet me bani trajtim të tillë, a duhet të drejtohen te psikologja ose psikologu, apo ndoshta duhet rastësisht mu trajtu të një mjek konkret për një punë caktuar dhe që me ardhe të ideja që është mirë të bëjmë edhe një këshillim profesional për qetësimin ose për nevojat e shëndetit mendor. Po, ne sigurisht në momentin që kemi një dhimbje të jashtme ose dhimbje fizike, somatike, siç e quajmë mjekësia, edhe drejtohemi te doktori adekuat. Na dhem dora, shkojmë te ortopedi, na dhem barku, shkojmë te doktori gastros, quhet në mjekësi. Na dhem fyti, shkojmë te uroloja. Fjala bie. Mirë po, në shumë të në rasteve, kur dukja ose fiziku është thjesht simptom dhe doktori e vlerëson këtë çështje, qoftë ai i fytit, qoftë ai i cilës do pjesë të trupit, e vlerëson që thjesht duket që është dhimbje, por nuk ka bazë biologjike, sepse analizat ose gjërat tjera në dukje fizike janë në rregull, atëherë secili doktor duhet që besoj që e bën, ta orientoj pacientin ose klientin e tij të konsultohet me dikën të shëndetit emocional, psikik apo shpirtëror. A bëhet gjithmonë kjo? Nuk bëhet gjithmonë, shpeshherë trajtohet fiziku edhe nëse nuk ka nevojë të trajtohet ai, sepse dhimbta po del si pasojë e gjendjes jo të mirë emocionale. Prandaj edhe doktorët një pjesë e madhe tyre kur ne kërkojmë ndihmë për trupin ton, ata thonë, a ke kaluar stres kohës fundit, apo ke stres, apo ke pas një periudhë jo të mirë? Pjesa e madhe e tyre e bëjnë këtë pyetje për fat. Edhe pastaj klienti vendos me tregu ose mos me tregu. Në rast se klienti ka kaluar në situata jo të mira, emocionale, apo në përditshmërinë e tij, apo në punën e tij, apo thjesht për arsye çfarë ai i din më së miri, atëherë sugjerohet që ta kërkojnë ndihmë edhe tek psikologu, qoftë ai klinik, qoftë ai psikiatër, qoftë ai këshillues. Nuk është fare me rëndësi profili, sa është me rëndësi identifikimi i gjendjes shpirtërore apo emocionale të individit, edhe pastaj profilizohen, sepse kemi lloje të ndryshme të profileve psikologjike. Kështu që shpeshherë psikosomatik e quajmë gjendjen e një individi i cili shfaq dhimbje trupore pa e pas atë biologjike, vetëm për shkak se gjendja e tij është rënduar emocionalisht edhe simptoma ka dalë pa. Trupi nisë dhe qanë një farë mënyrë, i themi na psikologët holistik, kur dojmë e trajtu situatën komplet në trup, duke përfshirë dhe në brendshme, jo veç të jashtëman. Kështu që ndonjëherë kemë dhimbt pa e pas bazën biologjike, e në fakt ajo është nga gjendja e ngarkuar emocionale ose psikike e individit. Prandaj, pa ndërhyrjen e psikologut, rrallëherë bën punë
doktori i lamis caktume ose i pjesëve trupit caktume? Nga informatat që mund të kemi nga tereni dhe sidomos të rinia jonë, të cilët janë shumë eksplorues, shumë herë e luajnë rolin e vet mjekimit ose vet identifikimit të problemeve që ata mund të kenë. Nga disa të dhëna, domethënë terren që kemi, për shembull, a keni pas rast ose informatë keni ose vetë ju keni pas rast që ka ardhur një person i caktuar edhe ka ardhur me vetë diagnozën e caktuar që e ka caktuar vetës për arsye se në bazë simptomave të cilët ai mund të lidh me ato që tha paraprakisht, ka hika ulëmtuar për internet, rrjetet sociale dhe në farë forme e ka adresuar që unë e kam këtë problem. Kjo është gjendja jeme emocionale, psiqike, ku ta di unë. Domethënë që në farë forme ka shku duke e dëmtu veten më tepër, duke ranu veten më tepër në mungesë të trajtimit me persona profesional siç jeni ju. Po, Nik, është e mundshme sot qasja në teknologji dhe në informacion është aq e madhe sa prej shtratit shtrirë duke qenë, lere mot ullën, e ke mundësin me pa edhe me lexu çka të dojmë. Kështu që shpesh herë na ndihmon, për fat që ekzistojnë informacionet nga jashtë, se neve mundet me na ndihmu në njohurit shumëta, por në aspektin psikologjik, ne psikolog nuk kemi heq dëshirë që klienti me hy me hulumtu për simptomat e tij edhe me u vetë diagnostiku. A është e lehtë kjo me u menaxhu? Sigurisht nuk është e lehtë, se prapë po them qasja në internet e ka bërë të mundshme këtë punë dhe na e kemi pamundur me kufizu. Aq më shumë në kulturën tonë. Por bëj apel që të gjithë njerëzit të cilët e kanë vërtetu që trupi i tyre ose fiziku i tyre apo somatika që ajo dhimbta e cila ka dalë në pa është pa bazë biologjike. Bëj apel të kërkojnë ndihmë, kudo qoftë ajo, afër tyre. Sigurisht ekzistojnë edhe institucionet publike që ofrojnë me pagesa të ulta, apo ndoshta edhe pa pagesë, varësisht prej statusit individit. Ekzistojnë sigurisht edhe institucione private, por diagnostikimi apo identifikimi i problemit të individit duhet bëhet nga profesionisti. Aq më shumë psikolog klinik, sepse psikosomatika është në shumë të rasteve në çrregullime pastaj pak më të rënda që në fakt i bie që duhet patjetër një profesionist i lamis caktuar me diagnostiku edhe me dhonë udhëzimet e nevojshme mbi ato çka klienti duhet veprojë me veten pastaj. Faleminderit Riki për gjithë këto informata që i vlerësoj shumë. Musafirët e nderuar, domethënë na bisedum pak rreth të përgjithshmes dhe profesionit dhe peshës dhe rëndësisë që ka ky profesion dhe ky profil, që për ne sado është mëse i nevojshëm të bëjmë trajtimet e tona, për arsye se kjo është përditshmëria jone. Edhe nuk ka më mirë se sa mu trajtu gjendja emocionale, shpirtërore, domethënë e cila na motivon dhe na jep fuqi për të vazhduar jetën tutje para çdo sfide që mund ta kemi. Nëse gjendja emocionale dhe shpirtërore dhe mendore është në shëndet të mirë, atëherë edhe fiziku punon dhe funksionon si duhet. Të nderuar ndjekës tanë, tani do kthehemi dhe të koncentrohemi pak në bisedën rreth hulumtimit dhe rreth projektit për të cilën kemi punuar së bashku me Rikun dhe ekipin ton, që ka të bëjë trajtimi i veteranëve të luftës. Më thonë, kemi bërë një hulumtim në kuadër të projektit tonë 20 ngjarje të veteranëve të luftës të viteve 1998-99, ku ka dalë jashtë zakonisht produktiv, ku drejt për së drejti nga anketimet që kanë dhënë dhe janë përgjegjë veteranët e luftës, i kemi edhe gjetjet e faktume. Ne do lëshohemi në bashkëbisedim me Rikin, me psikologën tonë dhe do flasim rreth kësaj çështje. Në projektin tonë kemi bërë shumë hulumtim në këtë drejtim dhe kemi parë që kategoria ose shoqëria jonë e veçantë e dalur nga lufta, me të vërtet ka nevojë për trajtime të shumë thjeshta, për arsye se edhe meritojnë, për arsye se edhe nuk dinë se si të shprehen, për arsye se nevojat që i kanë nuk dinë ku t'i reflektojnë dhe ku t'i prezantojnë dhe shumë gjëra tjera. Kështu që ne së bashku do i bisedojmë para shumë disa çështje
Po paraprakisht unë du të thëmë që projekti për të cilën ne kemi bashkëpunu bashkë me Rikin dhe ekipin stafin ton, mirën me problematikat e ndryshme. Se sa janë të vetëdijshëm pjesëtarët e veteranët të luftës që është e nevojshme dhe ka nevojë për të trajtuar, se sa kanë informata se a ka institucione dhe ku mund të adresohen për trajtimin e tyne, se sa është një veprim i mençur dhe i qelluar dhe nuk duhet ta gjykojmë, po duhet ta të mirëmi dhe të dhajmë vetes mundësinë për të nxjerrë emocionin e mbrëmshëm dhe për të lehtësuar veten, shpirtin ton nga ngarkesat që mund t'i kemi, e të gjitha këto, të cilat pa vetdijen tonë mund të na ngarkojnë neve dhe ne të nihemi dyqysh ashtu të pafuqishëm, të pamundur dhe me një breng ose problematik që mund të na krijojë edhe të lashe gjatë jetës tonë. Për arsye se mund ta gjykojmë veten, mund ta ngarkojmë veten pa pas nevojë. E nderuar Riki, kuadër të projekte që kemi bë, projekte të cilët ju kemi referu veteranëve të luftës, ne kemi pas shumë pyetësor, ku një numër i konsiderueshëm i veteranëve ju kanë përgjegjë këtij anketimi, po ne kisha pas dëshirë që 2-3 pika ti trajtojmë së bashku, ku unë do të njoftoj ty si dhe për publikun, cilat kanë qenë disa prej pyetjeve dhe cila është përgjegjja ose përqindja që ata ju kanë përgjegjë, pastaj do të trajtojmë bashkërisht secilën sipas këndvështrimit tonë. Pra, në kënd me ne Kosovën dhe këndvështrimin e Rikit. Okej. Po zgjedh njërën prej pyetjeve që dedikohen veteranëve ose i kemi pyet veteranët se a i trajtojnë shoqatat e veteranëve të luftës problematikat e shëndetit mendor dhe a krijojnë ata mundësi të trajtimit të kësaj duhurie. Pra, pyetja ju adresu vetë veteranëve. 85% kanë thënë që nuk i trajtojnë asnjëherë. E nderuar, në këtë lidhje me këtë pyetje dhe me lidhje me përqindjen që është thonë nga vetë veteranët, çka mund na thush në këtë drejtim? Ne tash prej kondit të veteranëve të luftës, na e kemi marrë një përgjigje për cilën sigurisht nuk është e këndshme. Tash nëse flet si person objektiv nga jashtë, kësa i thojnë që 85% të individëve që kanë raportu, kanë deklaru këtë përgjigje, në fakt, i bie që shoqata e veteranëve të luftës nuk e ka trajtu fare gjendjen mendore, psikologjike apo traumatike të kaluar në periudhën e tyre kur ata kanë shërbyer si ushtar të çlirimit për Kosovën. A është e duhur kjo? Sigurisht nuk është e duhur, edhe kjo nuk kupton që edhe vetë udhëheqësit e shoqatës nuk e kanë pa, ose nuk kanë pas mundësi, nuk mund të flas në emër tyne, ta fusin shëndetin mendor apo gjendjen e tyne psikike për me u trajtu apo për me i trajtu veteranët edhe në aspektin psikik apo psikologjik apo shpirtëror apo mendor për periudhën të cilën ata e kanë kalu, të cilën sigurisht nuk ka lënë pa trauma apo pa përjetime të cilat kanë zgjatë, ndoshta edhe zgjasin ende. Kësaj thonë që veteranët e luftës si antar të kësaj shoqate duhet bëjnë apele dhe të kërkojnë, sepse ndodh që edhe këta vetë nuk e kanë pas idenë apo njohurinë e mjaftueshme që ajo gjendja e tyre shpirtërore shpesh herë me eskalime ndoshta të gjendjes tyne ose të kontrollit emocional tyne duhet të parashtrohet apo të kërkohet për me u trajtu. Nëse shoqata apo udhëheqësit të shoqatës nuk e kanë bërë një gjë të tillë, nuk e kanë qitë si rend të ditës, nuk e kanë pas prioritet, po ndoshta e kanë pas vetëm çështjen ekonomike apo statusin e tyre ndoshta social, sepse kur preket sociale edhe ekonomike, sigurisht i çdosh preket edhe psikologjike, por po supozojmë që e tërë kjo ka ndodhur pa dashje dhe pa thjesht pa tendencë të keqe, atëherë tani
që prap nuk është vonë, ani pse është larg kohës së dëshiruar, prap nuk është vonë të fillohet të kërkohet nga veteranët e luftës të shprehen dhe të trajtojnë gjendjen e tyre të brendshme emocionale, sigurisht në bazë nevoje, sepse derisa ka kaluar një kohë kaq e gjatë mbas kalimit të periudhës luftës, veteranët e luftës gjasat janë shumë të mëdha që e kanë të i kalu, edhe vetë si proces, apo janë mësuar me dhimbjen e tyre dhe me kalimin e gjendjes jo të mirë emocionale. Po. Por ka të tillë që sinqerisht kanë ende nevojë shumë, prandaj bëj apel tek shoqata dhe të kërhec e kësaj organizate me shumë rëndësi të fusin në prioritetet e tyre edhe një shërbim të tillë psikologjik apo kërkesë mbi shërbimin e psikologjik të veteranëve të luftës. Do të thonë cekët shumë mirë, mirë po unë mendoj që ndoshta shumë rrethana e kanë qenë të kurzuar, të imponuar, nëse flasim për organizatën e veteranëve të luftës, ju ka munguar mundësia, domethënë qoftë teknike, qoftë financiare, qoftë organizative për të ardhur deri te çish më thonë skanimi i gjitha mundësive ose problematikave që duhet të trajtohen anëtarët e vet, domethënë veteranët e luftës. Është shumë e vërtetë që mesazhin që dha që duhet me bë thirrje për me u trajtu, më mirë vonë se kur, sado që jemi të vënuar. Krah kësaj pyetje në desha të ndërlidha me pyetjen tjetër, që edhe kjo ka qenë pjesë e hulumtimeve tona. A mendoni se është e nevojshme ndihma dhe konsultimet të shëndetit mendor dhe përmirësimin e mirëqenies tuaj? Domethënë ju kena referu veteranëve. Mirë, po kur jemi të kjo pyetje, ndoshta unë kisha pas dëshirë më shumë pak jo vetëm të drejt për drejt të persone ose veterani, po edhe të anëtarët e familjes. Nëse një ushtar, nëse një veteran ka pas trauma të krijuar gjatë periudhës së luftës, i cili në periudhat caktuara, në momentet caktuara i ka pas të shprehura ose jo të shprehura, por të izoluara, sa kjo pjesë ka ndikuar te pjesa tjetër e familjes, dhe është edhe nevojshme që të mirën e pyetje edhe anëtarët e familjes, që të shprehin edhe ata mendimet e tyre, që ndoshta do ndihmonte gjithë procesin, gjithë familjes. Në vërtet. Po ne sigurisht jemi duke folë për 26 vjet pas luftës. Po. Edhe kjo do të thotë që bile ata që kanë qenë 98 i bie edhe më shumë, sidoqoftë, derisa jemi në krah ose në rrugë të trajtimit çështjeve të tilla, prapë po e përsërisim, nuk është vonë. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që veteranëve të luftës mi u dal hakësh tamam si duhet jo, ose me la borxhin ndaj tyre sigurisht jo, por ka ta tillë që edhe sot, pas tërë këtyre vitesh, nuk kanë mrit ta rikuperojnë organizmin edhe mbrëmsinë e tyre, ndjesinë jo të mirë për pasojë të kalimit traumave në periudhën kur ata kanë shërbyer si ushtar. Kjo do të thotë që ata të cilët kanë nevojë edhe e shohin të nevojshme mund të mos jenë të vetëdijshëm, për që ato edhe bëhet një... Kjo është shumë e rëndësishme. Ashtu, kjo, për që ato bëhet një propagandë pozitive mbi kërkimin për shëndetin mendor, por fillimisht një edukim mbi shëndetin mendor, çka nënkupton kjo se plot njerëz mund të ndihen jo mirë, po se dinë që është ndjesi jo e mirë, por mund të jenë mësuar me to, edhe njeriu kur mësohet me dhimbjen, edhe jeton me dhimbjen. Kështu që kjo është organizmi jon, kjo është adaptimi i organizmit për cilën thjesht është mister, se sinqerisht njerëz mrin me mësu me jetu me dhimbje më të mëdha në gjynja. Që shpirtënorët janë më të mëdha hala se ato fizikët. Kështu që neve konsiderojmë që veteranëve të luftës t'ju jepet një edukim mbi shëndetin mendor fillimisht, çka nënkupton të jesh mirë dhe çka nënkupton të jesh jo mirë, s'po humbos hulumtime dhe teorive të caktuara, se çka individi do të thotë të jetojë në gjendje të mirë shpirtërore dhe mendore, edhe pastaj të vlerësojnë ata vetë gjendjen e tyre. Kanë nevojë të kërkojnë ndihmën, sepse nuk ndihen mirë, po se pas kanë ditë që nuk ndihen mirë, apo nuk kanë nevojë të marrin ndihmë, sepse thjesht e kanë të kalu komuniteti, familja dhe mbështetja që ata kanë marrë për rreth në aty ku gjindën ose ku jetojnë,
thjesht e ka bërë që gjendja e tyre të stabilizohet edhe të rikuperohen apo të gjindën në aspektin social mjaftu shumë mirë. Në momentin kur tani kërkohet ndihma apo dalin në pah nevojat për kërkesë ndihmës, atëherë organizata, shoqata apo individ përreth apo mbështetja institucionale, cila do kuft të ofrohet edhe t'ju jepet ndihma e kërkuar veteranëve. Jo vetëm veteranëve, pra po kthehem edhe familjarëve. Për shembull, duke qenë njohëse e zhvillimit të fëmijëve, sepse unë punoj edhe me fëmijë, gjendja shpirtërore apo emocionale e prindërve atakon automatikisht gjendjen e fëmijëve dhe zhvillimin. Kjo i vjen nënkupton që zhvillimi i fëmijëve mund mos jetë i duhuri për pasojë gjendjes jo të mirë prindrore. Kështu që veteranët e luftës janë prindër gjithashtu. Në momentin që janë prindër dhe gjendja e tyre jo e mirë atakon fëmijët e tyre, kjo i vjen me u bë cikël pastaj edhe trashëgimi, qoftë sociale, qoftë gjenetike, tek fëmijët e tyre, edhe kjo nënkupton që edhe gjenerata pas tyre mund mos jetë në gjendje të duhur shpirtërore apo emocionale, për shkak të traumave të kaluara në periudhën kur ata kanë shërbyer si ushtar. Kështu që kjo i vjen që përveç veteranëve, edhe komunitetin apo familjen e ngushtë apo të gjerë të tyre, varësisht sa janë ataku nga gjendja jo e mirë vetë veteranëve, duhet kërkohet apo të ofrohet ndihma e shërbimit psikologjik. Të nderuar, në gjatë hulumtimit kemi pasur shumë faktorë të ndryshëm janë për rreth tyre dhe i rrethekojnë veteranët e luftës dhe jo vetëm, për gjithë shoqërinë tonë dhe mirëqenien e popullatës tonë. Me vedi ose pa vedije ekziston diçka brenda nesh që duhet ta themi, duhet ta nxjerrim jashtë. E nderuar, a mendoni dhe si mendoni se ka ndikim në nevojat të cilat janë të shprehura gjatë anketimit, e kemi pas që janë të shumta dhe kanë vështrimeve të shumta, por metodologjia se si mund të kalohen këto vujtje, këto trauma, këto të cilat mund të ketë një veteran brenda vetës. A ka formë të saktuar që mund ta themi ose më konkretisht gjendja e vështirë e tyre dhe familjes së tyre, statusit të tyre që mund ta ketë shumë të vështirë, a mund që mos të lejoj të largohet nga traumat i cili ka përjetuar edhe në luftë dhe vazhdon të ketë prapë aktive. Pse i ka aktive? Në raste konkrete, nëse një familjar është pjesë e statusit veteranët e luftës dhe ka statusin edhe ekonomik, social në vështirësi dhe nevojat për të cilat i afron shteti jonë dhe nuk janë të mjaftueshme, detyrimisht çdo ditë ai bën vetes pyetje ka shi vështirësive të familjes se çfarë bëra unë, se a meritoj unë këtë gjendje, se a do duhet të ishte ndryshe. Dhe kjo detyrimisht e kthen mbrana kujtesës të krejt vujtjeve që ai ka pas gjatë luftës. Pritshmëritë e individëve mbi veprimet që i kanë bë ose i bojnë niki e përcaktojnë shpeshherë edhe shëndetin e tyre mendor. Tash, nëse veteranët e luftës sinqerisht dalë pas luftës, kanë pas pritshmëri të larta mbi statusin e tyre se çu shteti ka më përcaktu atë edhe si ka me i trajtu ata, nëse pritshmëritë e tyre kanë qenë më të larta. Gjendja e tyre mendore aktuale mbas plot viteve është do të jetë më e rënduar. Kurse pritshmëritë e individëve veteranë të luftës, të cilët sinqerisht nuk i kanë pas larta që statusi shteti do të bëjë për statusin e tyre, ta ngres ata në shoqëri, edhe shëndeti i tyre mendor është më ndoshta më i moderuar apo më i mirë, në kuptimin që thjesht nuk kanë pritë që shteti do të bëjë diçka, edhe me forcat e tyre janë mundu që gjendjen e tyre mendore, psikologjike apo statusin e tyre ta vetë rregullojnë në farë mënyre. Domethënë pavarësisht pritshmërive të veteranëve të luftës, kjo nuk ish dashur të mbet në statusin e tyre, ish dashur shteti edhe cila do qeveritë, cila e ka pas për rregullem apo për politikë apo për prioritet në qeverinë e tyre, duke përfshi këtë aktualen, ish dashur që
statusi i veteranëve të luftës të rregullohet nga vetë politika shtetërore, kurse si t'ju lihet në dorë atyre të mendojnë apo të qesin pritshmëritë e tyre në pah në mënyrë që të preket automatikisht shëndeti i tyre mendor. Sidoqoftë, kjo unë besoj që ashtu që na e kem shpresën të fundit si status mendoj që shteti herdo kur do ta rregullojë ose do ta bëjë më të këndshme apo më të mirë, më të pranueshme prej vetë veteranëve statusin e tyre në shoqëri. Riki, më ndolin në këto që sapo e bisedum, për referona gjatë një pjesët të gjatë hullumtimit ku veteranët janë shpreh. Gjatë takimeve na kemi pa që shumë veteranë ballafaqohen me stigmatizimin nga shoqëria, dhe një nga kërkesat e tyre ishte që të respektohet kontributi dhe emblema e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës dhe gjithë kontributi tyne, sakrifica që është bërë për lirinë dhe çlimin e popullit shqiptar. A ndodh që edhe ky stigmatizim bën që veteranët të mos kërkojnë shërbime të mëshienës mendore. Pra, nga frika që nëse adresohem, nëse kërkoj, nëse mos po keq përdoret kjo çështje apo si mendon këtë pjesë? Stigmatizimi. Ne kulturalisht si popull jemi stigmatizues. Realisht dim ta etiketojmë edhe individin, edhe kulturën, edhe komunitetin shpeshherë pa pas informata të bollshme. Mjafton me dëgju dikun diçka që ka thonë dikush, edhe neve e marrim si të mirëqenë edhe automatikisht mujmë edhe me e publiku pastaj edhe në komunitet, edhe në shoqërinë, edhe në rrjetet tona. Kështu që për fat keq kjo e ka prek edhe komunitetin e veteranëve të luftës, për arsye se publiku apo individët apo shoqënia jonë pa e ditë mjaftu shumë mirë çka ata kanë shërbyer edhe si ata kanë shërbyer. Pastaj keq politika ose keq qeverisja edhe statusi tyre jo i mirë nga vetë qeveritë në shoqërinë tonë e ka bërë shoqërinë që me mendu që një pjesë e veteranëve të luftës nuk e kanë statusin që ashtu që ata tregojnë apo thonë, nuk e kanë vuajtjen apo përjetimet e tyre gjatë luftës që ashtu që ata shprehen. Pra po them, duke mos qenë mjaftueshëm të informum nga vetë individ kompetent, nga qeveritë kompetente, apo nga ata që kanë kriju statusin e veteranëve të luftës në Kosovë. Por, a e bën kjo më të lehtë gjendjen, sikur t'ishte statusi i mirëfill qysh prej fillimit, edhe nga qeveritë, edhe nga ata njerëz të cilët e kanë udhëheq, ose i kanë, si them, i kanë drejtu individ në veteranët luftës, kish me rregullu statusin e tyre në shoqëri apo në publik, sikur ai t'ishte më propagandë mirë në shoqërinë tonë. Nuk ka ndodhur kjo, prandaj edhe shumë shoqëri apo shumë individ në kulturë dhe në shoqërinë tonë e kanë stigmatizuar. Kjo e ka rëndu automatikisht statusin e tyre mendor, emocional dhe psikik. Edhe sigurisht e ka bë më rezistent pastaj vetë veteranin me kërku ndihmë nëse ka qenë e nevojshme. Kështu që sigurisht që nuk ka qenë statusi duhur, edhe nuk ka qenë njohuria e duhur edhe në shoqëni, nuk ka qenë informata e duhur në shoqëni mbi luftën e drejtë dhe të duhur që është bërë në kohën kur është bërë, sepse kjo kish me ndru komplet ndoshta situatën ose kish me e letu gjendjen e veteranit. Por kjo është aktualja ose kjo është realja, prandaj edhe këtu ku gjendemi prap nuk duhet dorëzohemi dhe prap duhet punojmë në mënyrë që gjendja e tyre dhe statusi i tyre ta marrë rolin e duhur në shoqëri. Absolutisht. Faleminderit Riki, faleminderit për gjitha mendimet, konkluzionet dhe temat që i trajtuam. Faleminderit juve Nik, jam e lumtur që jam pjesë e projektit, sinqerisht, edhe mezi pres që të kontribuoj edhe në aspektin profesional në shërbim të veteranëve të luftës. Të shumë pyetje tjera kemi pas edhe a kemi institucione që i trajtojnë këto problematika dhe në qoftë në mënyrë institucionale, publike, qoftë private, qoftë. Kështu që shfrytëzoj rastin para audiencës tonë të ju drejtohem ju personalisht si psikologë se ku mund t'i marrim shërbimet e juaja, në cilat adresa, në cilin biznes, ku veproni që të kemi mundësi edhe sa më të lehtë mundësinë që të adresohemi.
Unë e kam një qendër timen, të cilën e kam emëru si qendër për edukim edhe këshillim psikologjik, sepse unë konsideroj që një pjesë e madhe e njerëzve në kulturën tonë nuk kanë mjaftu shumë edukat mbi shëndetin psikologjik, e pastaj edhe këshillimi rreth saj është sigurisht më i mangët, kështu edhe kam mendu me emëru, prandaj unë e kam një qendër të tillë në Prishtinë, edhe përmes detajeve, do me thonë, ose nevojës apo kërkesës së individëve, mund edhe me ofru shërbimin në aspektin psikologjik. Prandaj po, janë të mirë se ardhur, qendra ime ka emrin psikoedukimi, edhe mujnë me më kërku edhe përmes rrjeteve sociale, edhe përmes numrave kontaktues pas nevojës tyre. Faleminderit shumë. Qytetarë të nderuar, kjo ishte intervista me psikologën tonë Rukie Vllasa Basha, Riki, dhe mbas këtë bisedës që bashkërisht realizuam, mund të themi lirisht që është më së nevojshme nga gjitha gjetjet e hulumtimit, të gjitha rrëfimet që i japin veteranët e luftës, që shoqënia jonë, institucionet tona, këtë kategori ta trajtojmë si një aset të veçantë të vendit tonë dhe jo si mirëqenie sociale, si raste sociale. Për arsye se nuk janë të tillë dhe nuk duhet të trajtohen të tillë. Vetëm duke i trajtuar në mënyrë të dinjiteshme, mendojmë që gjitha dhimbjet, plagët do shërohen më lehtë. Bashk me shëmshënetshëm.